Ditën e sotme, policia ka zbarkuar në Nikël, ku ka zbuluar një arsenal armësh. Mësohet se arsenali armëve është i Ylli Zallës, një person me precedent të mëparshëm kriminal. Nga banesa e tij dyshohet gjithashtu se ka dalë makina e vrasësve të rinasit. Policia bën me dije se në banesën e Ylli Zallës janë zbuluar konkretisht 3 kallëp tritol, 12 granata dore sulmuese, sasi lëndësh plasëse gati për shpërthim, të montuara me kapsulla detonatore, fitil zjarr përcjellës me celular, 3 ndezës granatash, kapsulla detonatore dhe 5 celular, 4 armë zjarri, 2 automatik dhe 2 pushk, 8 krëra dhe pjesë armësh, 6.000 fishek të kalibrave të ndryshëm, si edhe 2 kg e 25 gram kanabis. Sa kaq policia njofton se Ylli Zalla, pronari i banesës, u shpall në kërkim ndërsa thekson se po hetohet me qëllim zbardhjen e lidhjes së mundshme që mund të ketë 48 vjeçari me ngjarjen e ndodhur te rreth rrotullimi i Rinasit. Ndërkohë detajet reja zbardhen edhe nga atentati mafioz në Rinas. Policia e Tiranës po verifikon disa automjete që kanë qenë te rreth i Rinasit, konkretisht te parkingu i aeroportit, te perimetri i vendngjarjes dhe në rrugët shumë pranë aeroportit. Hetuesit kanë dyshime të forta se grupi kriminal ka qenë i mirë organizuar me më shumë se 2 automjete ku secili ka pasur rolin e tij. Përveç ekzekutorëve në mjetin tip Toyota që kanë pasur rolin e qitësve, të tjerët kanë pasur rolin e vëzhguesve, informatorëve, koordinimit të atentatit dhe lëvizjeve ndjekjes së lëvizjeve të makinës Gilmando Danit. Ndërkohë po kqyret një numër i madh kamerash sigurie dhe çdo automjet që duket i dyshimt sipas grupit hetimor.